Jemi rikthyer. Jemi rikthyer në pjesën e dytë. Zoti Agronsheja është Mi mërma. Titanic shkon kudo të kështirë dhe Amerika. Ishe pash me njëri unë në të rëndësishëm që shtu. Ambasador nuk kemi, akoma. Sa kohë bëj që s'kemi ambasador? 1 vit e kuzuara, më shumë sa. 2 vjet i kemi, përshat, se ti mban kohën e gjërave, apo s'mban kohët i fare. Mundohem me time, po jo të të imbaj Agroni si çuditërisht vetëm Agronin, ore mos ta futin ty këtë punë të Shqipërisë këta. Se këta po i bëjnë të gjitha tani. Do të pyesim edhe për këtë problem. Kemi rënë në pjesën e dytë ndërruar të sikush, SPAK shpall Akshin grup kriminal. Kur them Akshin, pjesë ndërmose është aty dhe Kras Proces Balluku që ne diskutuam, SPAK po ka bërë një tjetër goditje të fortë duke shpallur Akshin grup kriminal. Fakt, pyetjen e fundit që unë po përpiqej të shkëmbenim bashkë edhe me Bushatin, ishte edhe në këtë funksion që ore ku ta gjesh që të ketë një guxim kaq të madh të organeve që ne kemi të gjitha, por institucioneve që kemi, sidomos të rejave që kemi ndërtuar me gjithë guximin që kanë të gjithë, pa një të shtyrë është pak e vështirë. Megjithatë, tani ne proces është kjo këtu, të fortë sot zoti Shej. Tani kemi një mori akuzash mjaft të rënda. Për këtë do të flasim në këtë pjesë. Do të flasim edhe për dëshminë e Ilir Metës, një pjesë fundore, sepse ai ka shkuar sot dhe ka folur për 21 janarin. Dhe do të na sqaroj për këtë do na sqaroj një lidhje avokati që do të jetë me ne. Do të më vonë, do më thënë, regjia do të përpiqet që të kapet me avokatin, se kam përmendur dhe do të fjalën regji tani. E tutje, e ke vënë re Bushet, se nga që ma thonë shpesh dhe nuk para e përmend. E sqarove që e ke me Veglat, jo me regjin në një televizion tjetër. Tani, Mërtir, faleminderit. Faleminderit. Zoti Agron, faleminderit shumë. Tani do të shikojmë të vështrojmë me kujdes në ty se mund të jesh njëri shumë i rëndësishëm në këtë vend dhe mund të përplasemi me... Se edhe për para moj dhe. Ore i benja të gjitha, po tani do të rritim respektin të gjithë, po të pan ata, sigurisht, po të pan ata, do të shikojmë dhe ne se s'kemi, e diskut mos të duam. Ka parë Perëndia, po të pana. Ka para i lartë. Tani... Ata pan dhe lapajnë, po me 6 veta e ke atje. Varet si kanë parë. Kapin ata me dorë. Dhe kjo ndau karike sa Inshallah nuk e kam parë. Agronit mund t'jap Amerika, këti avokatit popullit ja dha direkt Edi Rama, kjo mbeti me i karike ndorë vetë. Aty. Muri ndorë dhe mbeti aty. Njëri i mirë. Tani, zonja Lala tani ti do të fillosh, hetimet e SPAK për Akshin na kanë treguar një panoramë të rëndësishme, me të drejtën. Është folur shumë këto ditë për detaje, por të ndalemi më konkretisht. Përpara se të ndalemi më konkretisht, ti në shpjegosh që shkjo Akshi, se këtu nga 3-4 gërma janë të gjitha. Aksh, ARSH, SHPT, MKSH, RPSH. Kështu që ti do të shpjegosh popullatës të kuptoj se ç'është Akshi. Agjencia Kombëtare e Shoqërisë Informacionit është një institucion pranë kryeministrit, pranë varësi direkte të kryeministrit, dhe që ka ekspertët më të mirë të IT-s në vend që merret kryesisht me mbajtjen e serverave dhe me grumbullimin e informacionit në ato që e njohim si ILL-benja. Dhe u krijua pikërisht për shkurtuar kohën e pritjes së qytetarëve për marrjen e dokumentave në formë elektronike. Në fakt, si projekt është projekt interesant, sepse normalisht kjo funksionon në gjitha vendet, por hetimet e SPAK kanë treguar që ka qenë gropa më e madhe thithse dhe zhvatse miliona euro tendera. Pra, ajo që u nisi një projekt për të shkurtuar radhët e qytetarëve shqiptarë, për të patur mbajtje më të mirë të serverëve të institucioneve të ndryshme, si institucioneve qendrore ashtu dhe institucioneve që kanë të bëjnë me qeverisjen vendore tjera me radhë, në fakt është kthyer në një institucion i cili ka shkuar deri në shantazh, gjobvënje, pengmarrje, miliona euro të zhdukura dhe informacion të grumbulluar në mënyrë të paligjshme dhe të pa autorizuar nga një grup i strukturuar kriminal. Pra kjo ka ndodhur me Akshin. Pra SPAK ka shpallur një grup të strukturuar kriminal. Atëre, më konkretisht, ku bazohet SPAK për akuzat shumë të rënda që u ka bërë personave të përfshirë? Si një skyetim dhe cilat janë provat thelbësore të SPAK-ut? Atëherë, hetimi nuk ka më shumë se 6 muaj që ka nisur, më duhet ta sqaroj sepse ka pasur problematika ose paqartësi edhe në mesin edhe në media në fakt lidhje me këtë çështje. Kjo çështje ka derivuar nga një hetim i mëparshëm që ka të bëjë për kontrabandë cigaresh. Në atë kohë, në muajin korrik të këtij viti,
Prokuroria e posaçme duke hetuar për rrjetin e kontrabandës, shkoi dhe bëri kontroll në shtëpinë e biznesmenit kontrovers Ergys Agasi dhe aty sekuestroi krahas të tjerave edhe celularin e Ergys Agasit, por edhe pajisje kompjuterike të cilat u zbërthyen nga ana e SPAK. Gjatë zbërthimit të këtyre pajisjeve kompjuterike, SPAK ra në dijeni të rrëmbimit të një biznesmeni i cili kishte fituar më herët tendera pranë Agjencisë Kombëtare Shoqërisë së Informacionit dhe bëhej fjalë për biznesmenin Geront Meqe, i cili rezulton se nuk kishte bërë denoncim në polici sa i përket rrëmbimit. Rezultonte sipas hetimeve të SPAK që Geront Meqe është marrë peng në datën 12 gusht nga 5 persona të cilët ishin të veshur me uniforma policie, 4 prej tyre dhe 1/5 me uniformë dhe me distinktivin e kombëtare të hetimit, strukturë që ndihmon SPAK në hetimin e krimit dhe të krimit organizuar dhe për korrupsionin, dhe është futur në një Range Rover të zi. Fillimisht ky moment është parë nga babai i Geront Meqes, i cili është gjendur në balkonin e banesës. Dhe ai ka menduar në momentet e para që i biri ishte marrë nga policia me idenë për ndonjë çështje të mundshme penale që mund të kishte. Dhe ai ka vënë fillimisht alarmin polici, por nuk ka marrë asnjë të dhënë. Geront Meqe sipas hetimit rezulton që me këtë Range Rover, sipas kamerave të sigurisë, që në fakt rrëmbimi është filmuar nga kamerat e një marketi aty, është dërguar në një fshat të Elbasanit, gjatë rrugës i është kërkuar nën shantazh dhe dhunë të hiqte dorë nga ankimime që kishte bërë për disa tendera. Pra ta sqarojmë, Geront Meqe kishte qenë një ndër persona që kishte fituar tendera për një kohë të gjatë në Aksh dhe ishte klienti kryesor i Akshit, bëj fjalë për 45 milion euro tendera që ai kishte fituar, dhe një moment grupi kriminal që sipas SPAK ka dyshime që drejtohet nga Ergys Agasi dhe biznesmeni Ermal Beqiri, po ashtu i shpallur në kërkim ndërkombëtar, kanë hyrë pra me kompanitë e tyre, u shndruan në klientët kryesor të SPAK dhe çfarë ndodhte? Në momentin që me ndihmën e drejtoreshës së Akshit, Mirlinda Karçanaj, dhe me ndihmën e zëvendës drejtoreshës Hava Delibashi, kompanitë e Ermal Beqirit ose kompani satelitet lidhura me të fitonin tenderat, por që të merrin parat, duhej që tenderi të mos ankimohej pranë Komisionit Prokurimeve Publike. Çfarë bënte Geront Meqe? Në momentin që shpallej kompania fituese, pra kompania X, sepse ka disa të tilla, Ermal Beqiri shkonte dhe bënte ankimimin. Në momentin që bënte ankimimin, bllokohej lëvrimi i parave. Dhe në momentin që është marrë peng, për disa orë me radhë është shantazhuar dhe është pritur nga anëtarët e Komisionit Prokurimeve Publike. Ka dhënë urdhër administratorit Geront Meqe me qëllim që të hiqte dorë nga gjithë ankimimet. Ka hequr dorë fillimisht në orët e para në 5 ankimimet e para dhe përfundimisht dhe në 7 ankimimet e tjera, pra në 12 ankimime në total. Dhe vlera e tendrave mendohet të jetë diku plus minus 80 milion euro që janë marrë nga kompanitë e Ermal Beqirit. Sekond vetëm. Po. Një nga redaktorët e Mirozhan kujtoi avokatit që edhe ne këtu jemi me viroz. Zonja Lala për shembull me zi po qëndron pide ilaçe, po do ta bëjmë programin dhe ai do na ndihmoj tani se na prishet emisioni. Nëse nuk hyn, do hyj, domethënë sa të mbarojmë këtë, e kemi edhe atë fragmenta të pjesë do hyj. Po desh ta shikoj këtu tonë, shikon edhe në një tjetër dhe kur vin koha hyn edhe na ndihmon se prishet emisioni, e kupton. Faleminderit shumë, nëse je duke para avokat dhe vijojmë. Falje, ndjes. Atëherë, në momentin që është liruar, janë tërhequr ankimimet, Geront Meqe është braktisur në një fshat të Elbasanit, unë e kam sqaruar dhe zoti Sheha ka qenë edhe në emision të zoti Fevziu, po ka detaje lidhje me datat të tjera. Ai ka marrë një taksi dhe është kthyer në banesën e tij. Nuk ka bërë denoncim në polici, por ka vënë në lëvizje përfaqësitë diplomatike më të rëndësishme në vend. Dhe nuk ka shkuar në SPAK. Pas marrjes pra prokurori Bledar Maksutin, në momentin që ka arritur të sigurojë videon e rrëmbimit, e ka thirrur Geront Meqen për ta marrë në pyetje dhe fillimisht ai nuk e ka pranuar një fakt të tillë përpara prokurorit të posaçëm. Vetëm në momentin që i është vënë video për ta parë, atëherë ai është dorëzuar dhe ka treguar gjithçka ka ndodhur përgjatë atyre orëve. Është video e rrëmbimit, është e sekuestruar, makina qëndron fillimisht në garazh, janë 4 persona, personi 5 e pret tek dera, e prek tek supi, unë kam parë një pjesë të videos. Në momentin kanë qenë atëherë për ta sqaruar se nuk dua të bëhet kakofoni. Janë të veshur me uniforma të policisë dhe me kapuç në kokë. Njëri prej tyre ka të gjitha detajet e uniformës së oficerit të BKH-s. A mund të jenë polic, janë rrëmbyes, mund të jenë ish polic, unë këtë nuk di ta them, por kanë përdorur rroba të
punonjësve të policisë së shtetit dhe të punonjësve të BKH-s, Range Rover, ky është një detaj që nuk është publikuar asnjëherë më parë, sepse kishte shumë paqartësi, është arritur të gjendet përmes përgjimeve dhe vëzhgimeve dhe ndjekjes së kamrave të sigurisë, është sekuestruar pak ditë më parë nga agentët e Byros Kombëtare të Hetimit, të cilët për herë të parë kanë mbajtur totalisht jashtë policinë, sepse sipas të dhënave që kanë dalë në komunikimet e Ergjys Agasit, rezulton që ai kishte ndikim të jashtëzakonshëm policinë e shtetit, kishte ndikuar që nga emërimi i drejtorit të përgjithshëm e deri tek emërimi i shefave të komisariateve. Kështu që në këtë aspekt, dyshime që ky operacion mund të konspirojë, dhe në fakt Ergjys Agasi u largua jashtë vendit dhe sipas Timsit rezulton të jetë jashtë, nuk është përfshirë policia. Pas në momentin që janë firmosur 8 urdhër kontroll dhe arreste. Sa kohë i larguar apo jo? Jo, është larguar në datën 14 sipas të dhënave të sistemit Tims. Dhjetore? Po. Pra e kanë lajmëruar, shkurt, mohabeti. Po, fakti që ka emëruar gjysmën e policisë së shtetit është lehtësisht kuptueshme, por kjo është një pjesë që i përket hetimit. Sot gjykata e posaçme ju komunikoi me asaj gjashtë. Po. Kam i paqartësi fakt që e kam pa dhe nga herët e tjerë. Pra, kjo akshi shpërndante tender. Po. Pjesa kryesore e akuzës është kjo e rrëmbimit. Po, patjetër. Tani, si lidhet me rrëmbimin e njërit nga klientëve të akshit, dhe drejtoresha, dhe nëndrejtoresha, dhe një nëndrejtor policie? Pra, janë të lidhur dhe këta indirekt me rrëmbim, si bëhen bashkë këta? Këtë s'kam arrit të kuptoj. Nuk lidhen në mënyrë direkte me rrëmbimin, se asnjëri prej tyre nuk ka kryer veprime që kanë të bëjnë me rrëmbimin. Por, në momentin që është bërë ankimimi, pra, brenda akshit ka zyrtar dhe për këtë thot SPAK, ka zyrtar të akshit të cilët përgatisin kritere dhe i përshtasin në mënyrë të tillë që të fitonin tenderat kompanitë e Ermal Beqirit. Dhe kjo, pavarësisht se këta e dinin që shumë kompani ishin në garë, i skualifikonin, pra përmes zonës tërhiqeshin biznesmenët ose nuk futeshin fare në garë, dhe më pas tu kemi fjalë është e qartë, me pak fjalë. Hile në tendera e bashkuar bashkë me shantazh. Që zyrtari policisë ka të bëjë me një episod tërësisht tjetër. Të padrejtë, kupton, shkelli i fitën të gjitha tenderat. Me sa duket erdhi dikush tjetri ta s'do i fitosh më ti, do i marrë ai tjetri. Po ky thoshte jo, do i marrun sepse do i marrë ai tjetri. Por si me Geron Meçen, si me atë që erdhi pas Geron Meçen, këta vepronin me të njëjtën. Akshi manipulonte tendrat dhe përcaktonte fituesin. Pra, për shembull, çfarë ka ndodhur për të tërhequr anullimin, janë brenda pak minutash, është bërë tërheqja anullimi, ndërkohë që asnjë institucion nuk mund të veprojë me shpejtësinë e erës për të tërhequr këto tendera. Rrëmbimi është vetëm një episod i aktivitetit hajdutor brenda akshit. Pas aty ka edhe pastrim të parave, sepse janë gjetur gjumë të parave të dërguara në Bullgari, në Rumani, në disa vende të Bashkimit Evropian, ka fatura. Po dhe pastrim para është shpejt. Kur ata mund të jepnin tenderet kujt donin. Sepse bënte ankimimin zoti Rakipi, në momentin që biznesmeni Geront Meçe bënte ankimimin. Atëherë për ta sqaruar, Geront Meçe nuk është angelli në këtë histori, por nuk meriton askush të rrëmbehet. Kishte fituar tendera dhe ishte klienti kryesor i akshit. Në momentin që ishte klienti kryesor i akshit, vjen grupi Agasi Beqiri që ja rrëmbejnë këtë llokmën nga duart. Dhe ky tani, duke qenë si i rrëmbejnë të gjithë llokmën nga duart, filloi të ankimonte çdo procedurë tenderuese. Po pse këtu një njeri merr te këto? Tani këto parat, pastërësit në Shqipëri, apo jo? Ka disa përmarrës që janë hetim për pastrim të këtyre parave? Po, sepse në një rast ka disa të dhëna që flasin për investimin e një kull në Tiranë, por është një rast i cili është duke u hetuar, pra nuk është se është i provuar katërcipërisht, për këtë arsye nuk është përdorur si argument kryesor në akt akuzë. Por ka të dhëna që janë dërguar parat në një llogari që lidhet me ndërtimin e një kulle. Ndërkohë që ka blerje të mjeteve lundruese, është diskutuar për blerje mjete fluturuese të tipit helikoptere tjera me radhë, po që këto janë pjesë e hetimit, sepse duhet keni parasysh fakti që kishte një rrëmbim, i cili kishte ndodhur në 12 gusht, dhe çështja kishte nisur vetëm pak ditë përpara, sepse në korriku krye kontrolli tek Ergjys Agasi, do thotë që koha ishte shumë e shkurtër, dhe SPAK u ndal kryesisht tek pjesa e rrëmbimit dhe te pjesa e tendrave që në fakt ishin problematik, për shkakun se rrezikohej jeta e biznesmenit, apo e biznesmenëve të tjerë të cilët mund synonin tendra, pra prioritare për SPAK-un, me çfarë unë kam si në zonës drejtori policisë tu? Por nuk ka lidhje me rrëmbimin. Ai hyn në një episod që mendohet dhe dyshohet që në një bisedë i ka thënë Geront Meçes që të tërhiqej nga tenderat. Dhe për këtë arsye nuk është dërguar në mas shtrënguese tjetër, por është vetëm pezullim, derisa të sqarohet e gjithë situata dhe marrëdhënia e tij
në këtë çështje. Pra ky është episodi. Përfshirë, po është përfshirë në çështje. Patjetër, në çështje po. Unë them nuk është përfshirë direkt në rrëmbim. Edhe ky ka shtyrë sepse po të ishte direkt qëllimi i pengmarrjes ishte që ky të tërhiqej nga tendrat. Patjetër. Dhe ka një element shumë të rëndësishëm që doli dhe në media. Ky një ditë para u troq nga të gjitha pretendimet që kishte, nga të gjitha ankimimet. Pasi u lirua pastaj nga pengmarrja të nesërme, I ribëri prap. Tha, i shkruajt Jakshi, tha jo, nuk dua të reqen e ankimimeve. sepse në informacion... E kishte bërë në kushte shtërngues. Zoti Rakipi, ka një detaj, unë kam... Po. Atëherë, unë kam rënë në dieni... E të rojë kur e liruar ata... Atëherë, unë kam rënë në dieni të faktit të rëmbimit dhe i kam bërë shkres disa institucioneve nëse po hetoj rasti 1 muaj përpara. Pra, dikush me informoj që ishte rëmbyer dhe që nuk ishte lidhje fare me Spakun. Unë i kam dërguar 3 herë personalisht, janë zyrtare. Të lutem, Pare tunelin të shumë. Po e ngatron me rastin tjetër. thoshe për njëri tjetëri. Po është tjetër person. Pra, bëhet fjalë për ish zëvendës drejtorin e Akshit. Janë 2 raste të ndryshme. Por ama në të gjitha... Jo, ato ne nuk e dim. për një zyrtar të Akshit, thoshte. Po, zyrtar të Akshit... Tani, roli i zëvendës drejtorit është ky. Zyrtari Avijojnë e time tani... Po patjetër. Për Akshin dhe a ka persona tjerë që... Tani, unë di që është ndarë një çështje me fraksion sërish, që po hetohen disa zyrtarë të lartë të policisë, të cilët rezultojnë në komunikime me Ergjys Agasin. Po se cilët janë zyrtarët dhe çfarë veprash penale po hetohet, kjo mbetet një çështje që do duhet të ketë të dhëna edhe më pas të jap edhe më shumë informacion. Por është ndarë një fraksion dhe është veçuar që është një tjetër prokuror. Por ama duhet të saksoj, nuk është një hetim që zgjat ndër vite, është një hetim që ka vetëm 6 muaj, sepse ka të bëjë me këtë aspekt që po tregoja, rrezikimin e jetës. Po e ngatrojnë me një hetim tjetër që në fakt po vijon. Unë po sqaroj dhe këtë mbaj përgjegjësi për këtë, do t'i dërgoj dokumentin. Po sta akuzova për gjë, më thënë. Jo, po ta sqaroj për hir të opinionit publik. Atëherë ka disa për Akshit, vetëm këtë fjali vetë shumë ndjes zoti Shej. Ndaj Akshit ka kallëzime të shumta, të cilat janë në proces. Unë po flas për këtë hetim. Ka kallëzime thotë. Patjetër. Atëherë. Koment tani nga zoti Shej dhe analistë. Atëherë, në fakt, më shumë se koment, në lidhje, sepse mendoj që ngjarja më e rëndë e këtij skandali është rëmbimi i biznesmenit. Pavarësisht se ai ishte një biznesmen që ishte i komprometuar që fitonte tenderat në mënyrë shumë të dyshimt. E vërteta është që me sa më rezulton nga disa burime të ndryshme, nuk kemi të bëjmë me bandit të veshur si polica, me uniform policie, por me zyrtar, me oficer policie të vërtet. Të veshur si oficer policie dhe oficer policie. Kjo është e sigurt si informacion. Tani nuk e di nëse po hetohet, çfarë si po hetojnë dhe në çfarë faze është, nëse e kanë ndarë, se në fakt në gjithë listën e personave për cilët është lëshuar urdhër arresti apo masat e tjera të sigurisë, nuk është asnjë nga prej tyre nuk është akuzuar për rëmbim, për ekzekutimin material të pengmarrjes. Kështu që me sa duket janë duke hetuar. Janë duke hetuar dhe ende nuk është saksuar. Tani, çfarë na tregon kjo gjë? Imagjinonin, në mes të Tiranës rëmbehet një biznesmen nga oficer të policisë. E pa imagjinueshme, është prej Meksike ose Kolombie. Praktikisht kjo na tregon që ne nuk ka një ndarje midis shtetit dhe krimit. Krimi dhe shteti janë të shkrirë. Ne kemi dëgjuar, e kemi thënë, kemi dalë në atë konkluzion. Tani kemi faktin. E ka faktuar Spaku që krimi dhe shteti janë bashkë. Kjo është gjendja në të cilën ndodhemi dhe imagjinoni se si mund të ketë një demokratike në një vend, si mund të ketë demokraci, shtet ligjor, në një vend ku krimi dhe shteti janë bashkë. Tjetër shumë e rëndësishme që Klodi nuk përmendi, është fakti që kemi të bëjmë me një skandal që ka të bëjë me të dhënat tona, me të dhënat e të gjithëve. E përmenda në fillim në fakt. Më falë atër. Fillim fare. Tash kanë shkuar të dhënat tona personale në duart e një grupi kriminal. Okej, dakord. Ajo që do të më falë, ajo që do të shtojë. Ju politikanë do të një gjë që preni dëgimin e preni kur ju duhet. Kur ju duhet pram e ndërprisni. Bile dhe mendimin e ndërprisni kur ju duhet. Ajo që përkoja thosha është kjo. Kemi të bëjmë me
të dhënat dhe është një problem jashtëzakonisht shumë i madh, se nuk është thjesht kanë marrë numrat e telefonit apo kanë marrë adresat e secilit për nesh. Kanë marrë çdo lloj informacioni që është në duart e shtetit që ka të bëjë me jetën tonë, nga pronat tek informacionet më private dhe marrë llogaritë bankare, nga targat e makinave, hyrje daljet jashtë Shqipërisë, çdo lloj informacioni se sistemi Teams dhe imagjinoni se çfarë mund të bëj një bandë kriminale apo kriminal që kanë këto informacione se si mund të shantazhojnë çdo qytetar të Republikës Shqipërisë, nga një qytetar i thjesht, te një sipërmarrës, te një deputet, te një ministër, te një gjykatës, te një prokuror. Është e pa imagjinueshme dëmi që është bërë këtij vendi. Qartë. Atëre, Gysh, pas të Bushati po. Si tjetë, Vazhdo pra. Akshi në fakt është një nga gropat më të mëdha të zeza që ka pas vendi, siç ka qenë dikur keshi një mundësi e madhe për të vjedhur, sepse ishte vetë natyra e punës që ti mund të vjedhësh sa duash dhe nuk dihet sa vjedh. Edhe akshi është një potencial i madh, është pus i madh ku ti fut dorën dhe nxjerr para dhe ke mundësi të ti fshehësh këto, sepse natyra e llojit të aktivitetit që kryen akshi është e tillë që ti nuk e peshon dot se sa kushton puna që ata bëjnë. Bje fjala për shembull, ti e di shumë mirë se sa kushton një rrugë, një koncesion, një tunel, sepse pak a shumë ka gjëra të ngjashme nëpër botë. Kurse se sa kushton një program, kjo është çik më e komplikuar për t'i vënë një çmim, kështu që në këtë kuptim ti mund të vësh çmime marramendse ku mund të fitosh jo 2 fish, 3 fish sa që mund fitohen rrugët, po 20-30 fish, pra mundësitë këtu për të abuzuar janë shumë të mëdha. Në këtë kuptim, këtu ka pas, dhe prandaj ka pas një vëmendje kaq të madhe edhe nga krimi organizuar, sepse këtu fitimi është marramendës dhe këtu mundësitë janë shumë të mëdha. Ajo çfarë ka ndodhur këtu është një gjë e ngjashme, themi deri diku edhe me dosjen, me skandalin 5D të bashkisë, ku 2-3 vet kanë përqendruar gjithë veprindarinë e akshit në 2-3 xhepa. Dhe kjo është një farë monopolizimi i gjithë skemës, pra këtu është krijuar monopol. Dhe këtu nuk mund bëje biznes ose të merrje punë nga shteti apo të ishe pjesë e zhvillimit të projekteve që ka ky vend për të zhvilluar, nëse ti nuk je pjesë e këtij rrjeti të ngushtë njerëzish, të cilët gjithçka kanalizohet tek vetja. Nga tjetër ka një risi shumë nga 5D-ja, sepse 5D-ja të paktën nuk shkojnë në rrëmbime, në shpërtashe. Po kjo është egzageruar sepse në ndërhyrje, pra këtu është një deep state. Praktikisht janë por ngjan paqësore, nuk shkonte te rrëmbimi, te Kalashnikovit, te pistoleta, uniformat e policisë, ndërhyrja strukturave shtetërore, se është rrëmbyer edhe një tjetër pas Geron Meqes, që ende nuk ka të dhëna për të. Unë bajt 10 orë, këtë që thot doktori, që në fakt nuk e thot doktori, se kemi raportuar në mediat, se kam qëndruar 10 orë në të gjera komisariatit nëmër 1. Mosval po të dynim doktori Dr. Shkater shkoj e denonsoj Jo, shkoj nëna. Një afër, po. Dhe unë kam qëndruar të komisariatit gjatë gjithë kohës atë ditë. Më falë shumë, gjason tek 5D-ja për faktin që këta gjithë po le ta bëj tani krahasimin ai se jo mos ka gjë, domethënë ka mendimin e vet, secilit. Jo, nuk kam kundër mendimit të Klodit, domethënë pjesa unë për shembull po përpiqem mos jap mendim sepse unë edhe kam pyetur disa gjëra, kështu që kam bërë pyetje që të thash ty janë përgjithsisht, ka dhe një gjë tjetër që nuk jap mendim për shkak të pozicionit të moderatorit në këtë rast. Jo, domethënë tek 5D-ja është që çfarë bën, gjithë tendrat e bashkisë janë kanalizuar në 3-4 duar, që janë po të njëjtët që i marrin. Këtu janë po të njëjtët plus krimi organizuar. Pra domethënë këtu ka risia, këtu është fakti që rrëmben njerëz dhe është përfshirë krimi organizuar. Po duhet të them një gjë që është shumë e rëndësishme. Kjo rrjedha e dhënave nuk është thjesht fakti që ty të kanë marrë disa dhëna që mund të jenë personale të njërit apo tjetrit. Por kjo ka cënuar sigurinë kombëtare dhe kjo është një alarm shumë i madh. Kemi parasysh që këtu u morën këtu rrodhën të dhëna të i Albanias, të cilat janë është informacioni i rëndësishëm, këtu kanë dalë dhe nuk dihet se nga kanë dalë dhe nga kanë buruar, të dhëna bërë shërbime sekrete, kanë dalë në rrjete që i kanë marrë thuhet iranianët, ne nuk e dim se si kanë përfunduar atje, por sigurisht është përgjegjësi e këtyre njerëzve. Pra këta që kanë bërë këtë sallatën këtu kanë rrezikuar dhënat tona, të cilat mund t'i marrin grupe terrorista apo grupe që mund të çojnë kolaps vendit. Dhënat politika i ndanë shpesh kësa. Si? Po se për shembull Bushatit se sajti vet publikoi disa dhëna të cilat politika i nxjerr.
Po pra, po i kanë nxjerrë Akshi, pra kush i kanë nxjerrë? Se kush i po, ka mbajtur? ato që Akshi deri tani tamë është një instrument tam deri tani. Sistemi TIMS janë dy gjëra të ndryshme. Duhet them, shiko, Ylli, domethënë ndryshimi është ky, që këtu nuk është vetëm çështje tenderash. Po këtu është, domethënë, krim organizuar brenda, po plus kësaj është siguria kombëtare që luhet këtu. Sepse domethënë nga Akshi varen të dhënat të cilat mund bien në duar organizatash të cilat mund të ta çojnë kolaps vendin për shkak të informacioneve që marrin. Ta mund të vënë kolaps ku diun sistemi bankar nesër, mund të kërcëllojnë gjithçka. Ja për ta ndihmuar Ergys gjithë debatin. Njëri nga personat e cili është kontrolluar, pra është kontrolluar banesa nga SPAK në kuadër të këtij procedimi. Jo për ta kundërshtuar Klodin sot, por Deep State vepron pa autorizimin e qeverisë, kanë agjendat e veta, shpesh duke manipuluar qeveritë. Po edhe po patjetër, faleminderit shumë thuj që ma sqarove. Kam shumë të qartë konceptin e Deep State. Tu është vetë qeveria Deep State. Po mund të ketë drejta, është qeveria. Po për ta ndihmuar, faleminderit thuaj zotërisë, zonjës qarë është. Atëherë për ta ndihmuar, njëri nga personat i cili është kontrolluar nga SPAK, banesa dhe është marrë celulari, rezulton të jetë bashorti një zyrtare të lartë të policisë, e cila ka qenë e përfshirë në skandalin e rrjedhjes së të dhënave ose kopimit të dhënave të TIMS-it. Pra i njëjti grupim që dyshohet si grup kriminal për tendrat e Akshit, rëmbime, dhunë e tjera me radhë, ka disa nga elementët e tij të përfshirë edhe tek sistemi TIMS. Dhe kopimi të dhënave të sistemi TIMS, pavarësisht se ne ende nuk po i ndjejmë pasojat, në fakt do të jetë problematika më e madhe në të ardhmen. Sepse ato dhënat do përdoren në vazhdim, që do përdoren dhe mund të jenë përdorur ndërkohë për raste për shantazhe që nuk janë bërë publike. Për shembull Geron Meçi, që ishte një milioner dhe që kishte bashkëpunuar me baxhanakun e kryeministrit her pas here në biznes, nuk guxoi ta denonconte rrëmbimin e vet. Pra imagjinojeni deri ku ka vajtur situata. Kështu që në këtë aspekt, për t'i dhënë përgjigje dati zotërisë që shkroi, kjo është arsyeja pse. Mësosh në një nga njerëzit që shkruajnë. Patjetër. Ka dhe një gjë Mund të ketë njëri që ka të drejtë. Patjetër. Për kufizimi Deep State-it është pikërisht ai. Po. Dhe ky Deep State-i që them unë ka rrëmbyer një ndër njerëzit që ka bashkëpunuar për një kohë të gjatë me baxhanakun e kryeministrit. Po kjo nuk do thotë që nuk bashkëpunon Deep State-i. Patjetër. Me të gjithë baxhanakët. Po, patjetër, ndoshta. Përveç ka dhe një gjë që dashur që këto dhëna nuk dihet edhe ku përfundojnë, sepse ti në momentin që i rrjedh, ata mund t'i shesin tek tjerë, ata tjerë t'i shesin tek tjerë dhe nuk dihet deri ku shkon kjo gjë, dhe ti nuk e ndjek dot zinxhirin, nuk i rikthen dot më të dhënat. Nëse një dëm, qoftë edhe ekonomik mund ta rikthesh apo ku diun, digjet një centrale apo diçka, ti do investosh e rikthen prap, këto s'dihet ku përfundon kjo. Dhe ti je gjithmonë i kërcënuar pastaj. Po, pushet. Tani çfarë mbajta unë shnim nga gjithë kjo që na zbardhi Klodi. Ne pam në pjesën e parë të emisionit si vjedhin me tendera Balluku dhe Rama. Edhe këtu skema është e njëjtë. Por këtu shkojmë çik më lart, që kur plani i vjedhjes me tender nuk realizohet, futet në pjesë dhe një grup kriminal. Një grup kriminal që të shantazhon për ta çuar përpara projektit. Por, kur grupi kriminal mund mos ketë sukses të plot, ka dhe mbështetjen e policisë. Tani një njeri pyet, si mundet që një kohësisht të bësh tendera falso të vjedhësh lekët, të merresh me banda rrëmbyese, të kesh dhe suportin e policisë. Dhe këtu vim pastaj, kjo intervista që dha para 2 vjetësh Ben Ametaj, që tha Ergys Agasi, tha, është koordinatori krimit të Edi Ramës me gjithë bandat kriminale të vendit. Dhe kjo shpjegon se si vepron gjithë sahati pa u prekur. Pra, edhe vjedh me tendera, edhe ke fuqin për të rrëmbyer, po ke dhe policin suport në rrëmbim. Pa një pushtet pa imagjinueshëm, askush nuk e bën dot këtë. Ja ku është skema e plot. Dhe kush e vërteton skemën? Si në rastin Balluku, ai prokuror Ditziu, që s'di ku të gjej mbështetje, shkon e ankohet në ambasada amerikane, që ore mund kanë ardhur në shtëpi, thot më kanë kërcënu. Por çfarë bën dhe ky Meçja? Edhe ky nuk shkon ke policia,
Se di që policia është e drama, është kunati, është Ergyll Sagasi. Do shkojnë në ambasadë. Pra dhe njerëz që kanë afinitet me këtë regjim, e kanë kuptuar që nuk ke mbrojtje të asnjë institucion i këtij regjimi. Qoftë një biznesmen që bën qindra mijëra euro, qoftë një prokuror i Spakut s'ka besim ke sistemi brenda të cilit veprojnë. Dhe prandaj unë e thash në pjesën e parë, këtu nuk jemi më në çështje kronike të zezë. Këtu qytetarët duhet ta marrin dorë, të firmosin, nuk e di si bëhet, shkojnë gjykatë kushtetuese dhe të fillojë një lëvizje për nxjerrjen jashtë ligjit Partisë Socialiste si një bandë kriminale që del në punë çdo mëngjes për të zhvatur këtë vend. Ata bëjnë ligjin Jo. në fushat. Si? Ata janë ligji. Kështu fillon. Në çdo vend kështu Bëjnë fillon. partia fashiste apo partia Tu- komuniste? Jo, Shumë- a është drejta jo? Pa nxjerr jashtë ligjin Partinë Socialiste si një bandë e organizuar që ka qëllim të vetëm të na vjedhin ne të gjithë, kjo gjë nuk merr. Do shkojmë dhe ne si prokurori Prençi apo si ky Meçja, do shkojmë të qajemi ke kangjellat e ambasadës dhe nuk do gjejmë dot zgjidhje. Megjithatë, pozitive është që po hetohet kjo. Do të thënë sepse fakti që ka kurajo nga Ispaku që ti se do, i cili ka marrë guximin të hetoj një skem tillë ku edhe rrëmben njerëz dhe kërcënohet dhe shteti mbrapa dhe është pushteti dhe ka kaq shumë fuqi, do të thotë që këtu çka po lëviz, sigurisht nga jashtë shtetit, nga ata ndërkombëtarët që prapë ti si do, këta një farë mënyre po i nxjerrin Ramës një të palartë, të cilën askush nuk mund t'ia nxjerrë dot se ecë gjeti se çfarë abuzimesh janë bërë aty brenda. Kjo është qasja që ne s'jem dakord. Këtë e thash për kështu. Do me thënë, mendimin e këtyre ndërkombëtarëve që përdorin si vegël Spakun, ne mund të bëjmë arnime të vogla. Pa nxjerrje jashtë ligjit këtë bandë kriminale që ka kap shtetin, nuk do ketë zgjidhje përfundimtare. Po jashtë ligjit kush ta nxjerri? Kush e nxjerr? Unë ti se nxjerrim do. Ti thua të nxjerrin veten ata. Ma mori pyetje. Kush e nxjerr? Mund e millim. Duhet filloj lëvizja. Është e gjatë marrë dhe kjo. O bushat se pjesë e kësaj bande janë të tërë këtu më burr. Këtu janë bërë gjithë bashkë, gjithë kusht kapi nga i Ne copë. kërkojmë një zgjidhje përfundimtare. Në fakt, çështja është që nuk ka zgjidhje përfundimtare. Zgjidhja nuk është kur përfundimtare. Zgjidhja vjen gradualisht. O, Gron, ti sa vjet kem politik? Pak. Po, pak. Jo pak. Një që në 2017. 2017. 2017. Kem pak. Shumë. 8 vjet, 9 vjet. Po. 10 vjet, po vete një dekadë. Po. Unë pluralizmin kam 35 vjet që e shikoj. Po. Po pse më pas vdekjes do ta shikoj më? Po dhe është një mundësi kjo. Po çfarë do të thënë kjo Çfarë ishte? do- Po e di, më e di. Po Jo demokracia- është mundësi. po demokracit- Po kështu do ndodh më. Shtetet ligjore. E këtë po, këtu ke drejt ti se Dhe demokraci duan kohë. për. Ti thua 35 vjet, ti se ti e mat me kohën me jetën e një njeriu. Demokraci Kurse duan demokracit, po kohë shkojnë dhe demokraci- janë luftat, janë betejat të përditshme. Dakor, do betejat. Por po. beteja jonë nuk është përmirësojnë demokracinë. Po çfarë është? Është të përmbysim autokracinë. Ne duam, kemi ideal të rikthehemi në një demokraci jo perfekte, Dakor. se jemi në autokraci. Absolutisht, Dhe- dhe jam dakord që demokracia nuk ishte Ne kemi bërë prapa. as në fillimet s'ka qenë perfekte, se ne As- demokraci e re. as në Amerikë Dhe ne s'është perfekte. Jo, po ne kemi patur shumë problematike, le të themi, si një demokraci sapo lindur, e imponuar, se dhe ajo ishte një demokraci e imponuar. Thot se kemi më atë. Dhe kemi humbur, në vend që të shkonim të përmirësoj, ka patur rënje. Po është pjesë e procesit, edhe ky është pjesë dhe kjo ka ulje dhe ngritje. Fal një bande kriminale si kjo e Akshit. Absolutisht. Prandaj zbërtheva idenë Ajo që po këtë. kërkoj të them është kjo. Nuk mund të presim zgjidhje përfundimtare një. Është zgjidhja vjen gradualisht, një e para. Dhe dyta, ne mund ta shikojmë mbështetjen e ndërkombëtarëve si problematike. Do donim mos të duajmë mbështetjen e ndërkombëtarëve. Do donim ta bënim vetë, pa ndihmën e askujt. Dakor, do ishte kishin ideale. atë staz, do kishin Dakor, nevojë për të dhe nxjerrë jashtë mbështetjen e ndërkombëtarëve ne mund ta shikojmë, mund të shikojmë. Edhe sikur ata na përdorin Spakun si instrument për të imponuar agjendën e tyre, po mund ta shikojmë edhe si mbështetje, pa ata nuk bëj. Unë mendoj që nëse ne jemi këtu sot, dhe ti sapo e konfirmove këtë duke thënë që një njeri Në një gjë mund s'ka të çfarë thosh, të bëj. jo vetëm ata se mi e ulur në vendin e Preçit. Te Sot të Preçit, njëjtën gjë, mbase e merr nga vendi këtë.
Se të fotë vendi ere. Jo, bërë shaka pa. Jemi dakord. Mund diku tjetër çfarë them unë. Jo, çfarë mendoj. Ndonjëherë çfarë mendoj unë koincidon edhe me çfarë thot Prençi, çfarë. Dakor. Ka patur çështje të tjera në cilat mendoj për cilën ne Nuk mendojmë. them jo, nuk them jo. Aleat janë tek e fundit tanë. Në aleat jeni, në opozitë jeni gjithë. Kështu që ndonjëherë them edhe çfarë thot Bushati. Ndodh shpesh, mase Na qëllon. na qellon ndonjëherë. Kur unë isha ne, kur... Qëllon ajo, dirë. Nuk besoj se varet nga vendi ku ulem. Po nejse, sidoqoftë. Po thosha diçka tjetër. Po thosha që do donin mos të ishte kështu, ja që është kështu. Ishte një pamje për Shqipërinë, për majorancën, po për të gjithë ne dhe për parlamentin, për gjithë. Pamja e ambasadorëve që qëndrojnë aty dhe sa aq shumë sa nuk ka vend për gazetarët, është një pamje shëmtuar për Republikën e Shqipërisë. S'ka dyshim. Por nuk mund të themi që pa ata ishte e mundur. Nuk është e mundur. Nuk është e mundur sepse Rama do ta rëmbente edhe atë. Një dhe e dyta është duhet jemi të vetëdijshëm në një vend si Shqipëria. Nëse jemi dakord që kemi të bëjmë me një autokraci, nëse jemi dakord që kemi të bëjmë me një autokrat, është e pamundur që ajo që po ndodh, që janë ngjarje historike për Shqipërinë, nuk do kishin ndodhur kur pa mbështetjen e ndërkombëtarëve. Kur nuk ishin për të ndodhur. Ne na dukeshin të pabesueshme, pavarësisht asaj që shikonim ndërhyrjen e tyre. Jo më pa ata. Pa ata s'do na kanë në përmendje që kjo gjë mund të ndodhte. Tani çështja është edhe themi tek çështjet konkrete. Ore, çka kanë të përbashkët rasti Erion Veliajt, Belinda Balluku, Akshi? Ajo që edhe pse janë skandale është vjedhur aptas, pas një kujdes për të mbrojtur, për të fshehur, fare zero. Akshi ka 12 vjet që më bën tendra jep të njëjtit njëri, pastaj një ditë të bukur nuk jep me atje jep dikujt tjetër. Dhe tendra klasifikuara dhe sekret, ëh? Dhe me tendra sekrete ne nuk kemi asnjë informacion. Edhe si thaj, janë tendra ku ti nuk e di, thot një software. Një software mund të kushtoj edhe 10 milion, edhe 10.000 euro. Po kështu edhe 10 milion dhe 10.000 euro. Edhe nuk e shikon ti me sy të lirë. Se merr vesh si një autostradë. Kështu që aty janë para praktikisht. Ata printonin para. Nëpërmjet Akshit printonin para. Kjo ka ndodhur. Pse ka ndodhur fiks në këto? Sepse ishin njerëzit më të pushtetshëm, njerëzit më afër me Edi Ramën. Erion Veliaj, Belinda Balluku dhe drejtoresha Akshit. Ishin njerëzit ishte rrethi më i ngushtë i Edi Ramës. Përveç kësaj. Drejtoresha është në arrest pje tani. Tani, ma fal. Po vazhdon të jetë drejtoresh. Po, të gjithë vazhdojnë të jenë drejtor. Edhe zëvendës drejtoresha. Gjithë, drejtori i Keshit, drejtori i OSHE-s, drejtori i ARSH-s, drejtoresha e Akshit, shefja e kabinetit, sekretare e përgjithshme e Belinda Ballukut, po ashtu, ose është në hetim, ose është e pandehur, dhe vazhdon të jetë në detyrë. Është e përfshirë në dosje. Është e përfshirë në dosje, dakor, ose në hetim, ose në... Sigur s'kemi dëgjuar për sekretarin apo? Të gjithë... Është sekuestruar celulari dhe është pjesë e dosjes, por nuk ka një cilësim në raport me ligjin. Nëse janë të përfshirë në... janë të gjithë, edhe të gjithë janë në detyrë. Tani, jemi në prag, ky është mendimi im, në prag të një përplasje shumë të fortë midis drejtësisë, do thosha edhe përfundimtare, midis drejtësisë dhe majorancës. Ka ardhur në parlament një kërkesë për arrestimin e Belinda Ballukut, dakord, që praktikisht Belinda Balluku është shumë afër arrestimit. Zëvendës kryeministrja është varet nga votimi që do jetë në parlament. Nesër ne kemi mbledhjen e Këshillit. Jeti aty. Unë kam bërë kërkesë për të qenë sepse jam deputet. Do protestoj jashtë. Jo, unë do jem aty njerë, unë do kërkoj të jem aty sepse jam deputet. Komisioni jeti. Unë nuk jam antar, por deputetët, pavarësisht se nuk janë antar, pavarësisht se nuk janë as antar zëvendësues, kanë të drejtë të jenë. Të gjitha. Po të gjithë, kush ka dëshirë, ka të drejtë. Gjysma s'do jenë njerë, se janë një përjashtuar. Minutë, vesh atë, po bëjmë pyetje tjetër tani. Atje komisioni mund të mblidhen edhe të gjitha, edhe 140. Atëherë, rregulloria thotë që të gjithë deputetët kanë të drejtë të jenë pjesë e komisionit, të jenë prezident në komisionet. Po mos është shtukja që kanë të drejtë të jenë antarë të komisionit. Jo. Po tani, unë po them, ti jesh antar, dhe mund të zgjidhesh antar. Jo, antar zëvendësues, ose ti jesh thjesht prezent. Qartësisht
Kjo është ajo që parashikon rregulloria, po nuk ka, nga që ne jemi të organizuar në parti politike, e qartë nuk është se të gjithë duan të jenë tek Komisioni Ekonomisë, tek i arsimit. Po nesër ju doni të jeni të gjithë. Të gjithë, një sekond. Unë mendoj që minimalisht nga një përfaqësues për çdo parti politik duhet patjetër, do duhet të ishte patjetër. Sepse unë duhet pastaj të votoj në lidhje me kërkesën e heqjes së imunitetit dhe kam nevojë të vijem në dieni me faktet. Nuk mund të bazohem në raportin që do bëj Partia Socialiste, as në raportin që do bëj Partia Demokratike, se është një parti tjetër. Kështu që minimalisht ne duhet jemi prezent. E vërteta është që ka manovra tani që në këto orë ka duket sikur Partia Socialiste po bën gjithçka që jo vetëm unë mos t'jem, që nuk jam antar, dhe aty e kanë më të lehtë me mua, shkeljen, po këta duan të parashtrojnë të gjithë përfaqësuesit e opozitës nga këshilli, nga mbledhja e nesërme e këshillit të mandateve dhe të imunitetit. Tani, okej. E thash unë e ti thua qartë, sigur, kjo është një shumë e rëndësishme. Po çfarë ti bëjmë? Jo, thjesht po ta them. Ne nuk të zgjedhim dot aty. Jo, unë po them opozitën, unë po flas. Atëherë agroni, për opozitën. Agroni të jetë nesër aty. Po flas për opozitën. Po se ti po e kërkon nga ne tani olla. Flas për opozitën. Tani Është fare e parëndësishme në fakt. Është e parëndësishme që opozita të jetë prezente në përjashtimi. Jo, se marrin vesh gjëra që ata nuk ja heqin imunitetin. Jo, po informohen pak. Por edhe mund mos t'ja heqin. Tu që... Por pse e paraqikoni Berinda Balluku mund të ndodhë të jap dorëheqimsh. Caktohet njeriu tjetër dhe vazhdon. Ka lidhje, heqja e imunitetit me dorëheqje. Ata kanë hallin si duhet mos dalin, mos. Por unë them ç'mund të ndodhe, kupton. Mund ndodhi çdo gjë, mund edhe të aratiset, me këtë nuk e dim. Jo, aratiset jo se skema që thon kjo është, ajo do japi dorëheqjen, por Rama nuk do ja japi imunitetin Spagut. Kjo po përflitet. Tani, po them se çfarë po përgatit Partia Socialiste nesër. Si duhet atëre, si duhet procese kemi dhe këte, do të jemi në ditët që vinë, në emision, ditët që vinë jo, se në 2-3 emisione kemi, pastaj vjen vit i ri. Ju agrone bët pushim dhe në datë 19, 19 janar filloni ju? Nda ju bëj gjitha proteste madhe sot aty, bërtitën fort, doli flamuri. Për të marrë pushime dhe atë të lushnjës e këshin shtrënguar aq keq, se gati e morë në qafë. Do kishte larkë qoftë, se këtu po vdiq një deputet do t'jetë djeja me të mërshme në botë. E këshin shtrënguar aty se bënin luft shumë të madhe, si duket dorin një muaj pushim. Parlamenti prash në 19 janar mblidhet. Pushimet gjata shumë. Si ka mundësi? Po, kush bëri kushtet? Por, opozita do të mbajë një protestë në 22 dhjetor për skandalet e qeverisë. Tani ti do të bashkohesh me këtë protestë ajo? Të më lejo njërë të them që ne si parti politike kemi protest nesër për balë... Të premten e keni ju. Ka protest në vetëm, Partia Mundësia nesër organizon një protest në orën 10:30 për balë kryesisë së kuvendit, ndërkohë që mblidhet këshilli i mandateve për heqjen e imunitetit. Me thënë ti aty do jesh, si do që edhe sikur të mos të qasin brenda, ti je aty, të ngjitur. Dhe protest. Përfitoj nga rasti për të ftuar të gjithë qytetarët që shkojnë të arsyeshme, që është e rëndësishme të ngrëmë zërin dhe të kërkojmë që një zëvendës kryeministre, e cila është marrë pandehur, e cila është pezulluar dhe për të cilën tani kërkohet arresti, të kërkojmë që ti hiqet mandati, ti hiqet imuniteti. Kjo është... Ti ke thirrë popullatën aty? Nesër në orën 10:30? Ti mund të... Bësh ironisa, mos ndaloj dot. Unë vi këtu dhe të respektoj. Po pse unë nuk kam respektuar? Unë i marrë seriozisht pyetjen tuaj, tani ti thua popullatën. Po ti je një ndër më të rëndësishëm që e respektuar tani. Unë të falenderoj. Dakor, po thjesht, po tani ne unë flas për një gjë të rëndësishme. Dakor, po mua ti ke po thret popullatën. Unë kur ti këtu... Ore ke të drejtë, po them. Po gjërat janë dhe pak për qeshur. Jo kjo tend, ja? Po në vendin ku jetojmë, gjërat janë pak për të qeshur. Jo të tuat. është për që, tani, se cili prej nesh, mund të quaj qesharak... Atere nesër është protesta e Partisë Mundësia të parlamenti, për para në kohën kur fillon në komisioni. Okej, po pas nesër? Jo pas nesër. Kur e kanë ata? Ten do veshti? Të kjo e doktorit? Bënda i protest kombëtare? Jo. Nuk do vesh atë. Përpse jo dhe? Doktorin të gjithë, ti aty ke Ti do vesh?
Unë më në për protesta agronë si kur të ngjallet të zbresa i lartë. Je dorëzuar. Ja të thotë, jo më nuk jam dorëzuar, por shikoj edhe në një hall timin, në një punë time. Je dorëzuar, në të Këtë vitë të tunë më shumë për to, se kjo nuk ka dhe kuptim. Je dorëzuar. Kam qenë dhe tani I ke bërë protestat. Qesh me vete, qesh me vete. Tani, okej, e heqim protestën. Tani ju keni patur një takim të rëndësishëm, e të ngarkuar me punë të Shtetit Bashkuar në ambasadën amerikane, të cilën ata e publikuan. Dhe qëllimisht e publikuan, me sa kuptova unë. Mozolla Grona, të ti të pash dhe dini një emision të kolegu ju në këtu, nuk dojnë të flisnje për këtë punë, dhe po, ndoshta thonë dhe një kolegë dore, zdo të flasësh ti, ata ndoshta të shojnë si alternativë. Se edhe doktori i shkretë në ngrada këte, halë e mathë, dhe të më ty të cina, po të cina dhe një tjetër në për takimet të tila. Unë se di se nuk se njoftojnë mua mi këtë rrasë. Protokollet e tyre nuk i ditë, vaj. Unë pa të një takime dhe... Paka shumë ajon për... Qa folë du dhe? Në një gjetë që ata dhe aty. Folëm për atë që po ndodhë në Shqipëri. Unë mbajt atë një qëndërim që mbaj... Publikisht? Ati ku mund të jetë flasë. Si që thash, unë mendoj që këtu është një moment shumë i rëndësishëm, do të është moment historik, pavarësisht se ti ke paraj shumë gjëra në këtë... Jo, nuk kam parë. Do gjë të shpesa jote është fikur prej kosh, me sa sho, po tani ne do shpresojmë jo, dhe se jemi pak më të rinj. Aleksandr Dyma i shkreti, është e prishin dhe shpresonit e një nga kryeveprat e veta. Në fund, kur mbyllët ajo... Nëse kemi bërë gjithë... Monte Cristo. Monte Cristo, sot të prisni dhe shpresonit. Shiko. Po. Ne julli kemi filluar të gjithë nga iqi. Dakord, edhe kemi shpresuar, kemi punuar, të gjithë, pa përjashtim, të gjithë. Dhe kur mundohesh, sidomos kur mundohesh edhe fillon nga iqi, ti shikon që shumë nga ata që nuk ka shumë qefi për punë, dhe nuk kanë shumë besim, dhe nuk kanë shumë shpres, të shikojnë edhe me pak ironi. Po, sigurisht. Kupton? Jo, se kam... Jo, se kam e tu, ne kam me erdi të tani që të bëgjuar, sepse ne vim nga iqi. Unë kam bërë shkolla me... Jo, nuk vjen nga iqi. Nuk vjen... Agro, nuk vjen nga iqi, vjen me punë shumë. Jo, vim nga iqi në kuptim... Vjen me punë dhe... Të rinj nga iqi, nuk po flasë politikë, më flasë në jetën... Jo me punë duke rëmbyer, e kupton, dhe kjo është një gjë e mirë të mirë. Jo, po thjesht po të shpjegoj që kur ti ke ëndra të mëdhaja, kuptohet që paragjykohesh nga një pjesë e atyre që nuk duan, nuk e kanë qef, nuk këndrojnë, dakord, dhe paragjykohesh. Ja, ma që qëtë nuk shoh as natën. Dakord, shumë mirë, po them, thjesht unë jam i mendimit që çdo qytetar shqiptar, i cili mund të zgjedhë dhe mos të merret fare, mos të përfshihet fare, mos na ndjekin e fare, të merret ka gjëra të bukura në jetë me të cilat mund të merresh, pafund s'ke arsye pse të merresh me politikën, e s'ke pse ta pyesësh veten, ore kjo Shqipëria jon ç'a mund të bëjmë ndonjë gjë. Mund të zgjedhësh edhe këtë gjë. Por nuk kemi pse gjykojmë dhe paragjykojmë ata që duan të japin një kontribut, kush më shumë, kush më pak. Ja, unë të nga smoj thjesht të nga smoj. Jo, edhe ai që është indiferent, prapë është i prekur. E disa i lumtur mund të ketë qenë ky zotëria para se ta rëmbenin? Punët fjoll, merte tender, a i shkonin punët sa... Pa numërt. Deri ditën që ishte morën. Pra, edhe ti kur thua je indiferent se në këtë vogëlsin time punët shkojnë mirë, prap mund të kesh risku që të përballesh me një padrejtësi. Se s'dihet si vjen puna. E qartë është kjo punë, po... Jo, ke drejt. Po, se cili në punë të vete, kupton? Unë marrë vendimet e mija, ti të tuat, mua më përqenjë këtë tuat, po, i shikoj nga larkë. Ti absolutisht e drejtë të kesh dhe të bësh ironi. Ti shosh nga larkë. Drejtë të bësh ironi me ato që... Se ti po bëre pjesë e një mitingu, ti se pasuron për një objektivitet atë. Bëj shumë ironi, po me këtë drejtë nuk bëj. Se më drejtë. Tani, ju të tjerë tani, keni në një ide, se zoti Sheh shkoj të ambasadë amerikane. Dhe është një moment shumë i vështirë në vendin që jetojmë, po, kur edhe e thret dike, për shumë, duke sigur ka një lloj mesazhi, se nuk e thiri, si që më lidhen kështu për qoka, agronin, apo ja. Pse, thone ju për shumë? Se dhe agron nuk të regon një, ka bisedat e veta dhe kaq dhe... Po tani duke u përpik ta mendsojmë ndërkohë që kemi agronin këtu, po unë besoj që ka të bëjë me... Nuk të regojnë këto. Do të regojnë në këshu ambjendet vogle, po jo në studio. Ja, ku janë, agronit e zonja.
Unë besoj që ka një përqëndrim të ndërkombëtarëve në situatën reale dhe kjo duhet lidhet mendoj unë me arrestimet që po bëhen, me faktin që është zgjedh kryetari i ri Spakut, një lloj themun edhe si mbështetësi kërkej për të Agroni ka qenë nga mbështetësit e rëndësishëm të Spakut. Besoj që këtu duhet të jetë një pjesë e rëndësishme e suportit ose përkrahjes që kërkon besoj ambasada tek se po ta drejtoj këtë duke ditur që ndoshta s'më përgjigje sepse do të ruash konfidencialitetin e bisedës. Po përgjigje, nuk është. Po, mëndon u përmend Spaku në bisedë për shkak? Absolutisht u përmend Spaku. Si mund të flasësh për Shqipërinë, mos flasësh. A mendon që është kjo flasë, po është folur për unë të paktën kemi folur për çfarë po ndodh në Shqipëri. Unë kam dhënë mendimin tim, kam dhënë idenë time mbi çfarë po ndodh, mbi çfarë duhet bërë. Çfarë mendoj unë se është e mirë dhe e keqe këtij vendi? Bëj një pyetje kështu, domethënë nëse është prekur bisedë, domethënë a ndihet që ka një kërcënim nga Edi Rama ndaj Spakut, sepse Spaku po i quan, më fal, Rama po i quan njerëz të Spakut dhe të BKH-s madje i quajti Trimosha. Madje thotë që me patlake. Me patlake, po, aq më tepër Trimosh me patlake dhe i quajti si fëmijë, domethënë, dhe madje thotë shpeshherë që Spaku është një foshnjë për cilën duhet të kujdesemi ne. Tani këto deklarata, duke pas një komision në përkëm, siç është komisioni Xhafa, të cilin ai nuk e ka ngritur thjesht për, ku diun, për muhabete komisionesh, po duket që një farë mënyre është një lloj kërcënimi ose një lloj arme që ta ketë gati ngrehur kundër patlakeve të BKH-s. A ndjehet kjo dhe a u tha diçka për ngjashme qoftë në mënyrë lakonike apo ku diun? Para syve të të gjithëve që Spaku është në kërcënim, drejtësia është në kërcënim. Ai jo Spaku i gjithë Spaku, prokurorët që po jetojnë dhe kanë marrë të pandehur njerëzit më të ngushtë Edi Ramës, dhe që duket sikur kanë vënë në shinjestër Edi Ramës, se po i janë shumë afër tij, qartësisht janë në sulmin e qeverisë. Dhe rreziqet janë e para linçimi i Spakut, e të ne shohim për ditë, pikërisht ke nevojë kushdo mund e sheh, mjafton nga arroganca, gjuaj që përdor, rëmben njerëz, thotë edhe i futen në burg, pa vendim gjykate. Çmenduri, kupton, thua që në Shqipëri, Spaku, prokurorët rëmben njerëz, të vetmin zbuluan që rëmben njerëz tani janë po pra, janë njerëz të Ramës, pra, agazët e Ramës. Kushdo që është në burg në Shqipëri, fatkeqësi është, por nuk ka njeri në burg në Shqipëri pa vendim gjykate, se nuk e parashikon ligji dhe kështu. Po se quhen vendim gjykate, e quhen kur bëhet gjyqi i fundit, gjyqi i madh thotë. Ai e interpreton si do qefi i tij. Kupton? Apo rroga që i përmendet gjykatësve, gjoja duan rritje, grushteti, ne dëgjojmë lloj sulmesh. Ky është një sulm i përditshëm dhe i vazhdueshëm. Nga ana tjetër, është një rrezik i madh dhe ne shohim iniciativa legjislative që mund të jenë dhe këto një rrezik shumë i madh për mendimin tim është një bashkim i mundshëm votash midis Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, që në thelb kanë një shqetësim të përbashkët. Sepse mos harrojmë që edhe kryetari i Partisë Demokratike është i pandehur nga Spaku për korrupsion dhe kanë një interes të përbashkët. Kështu që të gjitha elementet, pastaj kemi elementin e krimit organizuar, që qartësisht është një rrezik i vazhdueshëm në Shqipëri, siç e shohim për ditë, imagjinoni gjithë policia pra thelbi mendojnë që është gjua linçuese ndaj Spakut është domethënë është shqetësuese për ndërkombëtarët mendon. Unë nuk di ta them, unë po them çfarë mendoj unë. Është mendimi im. Unë mendoj që janë të gjithë elementë që duhen konsideruar të gjithë, sepse linçimi, denigrimi i Spakut dhe i drejtësisë është hapi i parë para se pastaj të ndryshosh ligjin, të ndryshosh kushtetutën, për ta marrë në kontroll. Ky është sulmi, është qartësisht denigrohe, linçohe si fillim, dhe pastaj shkatrohe në kontroll në përmjet. Azgjesohe, kur tha. Kështu që tani mund ta bëjnë kollaj. Jam unë i vetmi që shoh këtë problem, se nuk shoh që flitet për këtë gjë. Sepse tha Ylli që realisht unë kam qenë një nga ata që kam marrë dhe Kosovë për sipër në mbështetje të Spakut. Sa herë kam qenë dhe më ka quajtur edhe naiv që ka menduar bile ky buri këtu ka qenë naiv. Sa herë më ka quajtur naiv se mendoja se Spaku mund të kalonte nga arka e peshkut, ju kujtohet. Ore ky buri këtu ka futur arrestimi i kërkesa për arrestim, po flasim për arrestim e Belinda. Ka qenë në krahun e Klodit, po ky ka futur. Ka shtuar kilogramët e peshkut deri tani.
Se regjimit si ka iqja si qime, po ishim ke ambasada. Se ti regjimin Spaku, jo ti do kaloj tani. Tani vetëm Regjimin Spaku... dhe vetëm Natyrisht jo. Dhe vetëm ta mbyll, është një qëndrim që kam dhe realisht nuk shoh që të ketë një shqetësim të tillë. Ne si parti politike kemi thirrur një tryez me intelektual, me aktivistë, të cilët kanë një mendim të ngjashëm, që kanë besim te Spaku, sigurisht besimi nuk është kur i verbër, të gjithë kemi rezerva mbi çfarë misive për drejtësia, asnjëherë drejtësia nuk është perfekte për asnjë nga ne do donim secili prej nesh që Spaku dhe prokuroria të jeton tek atë që duam ne, kur duam ne dhe për çfarë duam ne. Vetëm në atë moment Foli ai shumë për Spakun sa ta hoqi dhe foton mbrapa ylli. Po mirë atë, po Der tani kishe foton me ambasador. Bushat sepse është duke pritur dhe është me temperaturë avokati i zotit Meta se ai ka vajtur sot për 21 dhjetorin. Do Për 21 janari. Më fal, 21 dhjetorin tash. Në dhjetor. Në dhjetor Ka i data janë berë këtu sa avokatë. Do presë se e shoh që je me gjendje gripale. Jo, s'ka problem, jepi Jo, po jo vazhdone. Fare pak minuta, Bushati dhe do t'y me njerë me ju. Se kjo imja do ngjalli polemik dhe do Po thuaj njerë, thuaj se duron avokatit pak minuta fare. Unë isha gati të jap avokatit. Po që të japër se pas të betë shkuptohet. është tjetër gjë ajo. Ti e di. Avokat, të lutem. Të lutem se po na ndihmon shumë, se dhe gjendjen që ke gjitha, po, Bushat, të do kështë folur tani. To takimet si të zotit Sheaj nuk kanë asnjë problem. Pra, për shkëmbim eksperiencë, informacionit tjerë. Por për ta lidhë me pyetjen tuaj, që, ore, çka ka këtu se kur të merr ambasada, shqetësimi im është që gjithë to 30 vjet ambasada këtu ka përdorur vetëm njerëz një përdorimsh. I ka përdorur, i ka marrë dhe i ka nxjerrë nga politika. Qofse kujtohesh që me atë partinë e Pollos, që me Ilir Metën kryeministër kur e mbështesim kundër Nanos, e deri ke Adriatik Lapaj e Lulzim Basha në fund. Pra, këta të përdorin për qëllimet saktuara, kur ngrihet kjo kulti, që ky ka mbështetjen e ambasadës, atëherë dije që një politikan i lau duart, ju pre karriera. Kështu që asnjë paragjykim, çdo kontakt, po asgjë më tepër që ka nga mbrapa ata. Po the ka nga mbrapa ata, e paloze. Më thuaj argumentat e kundra, se ja të kundërtën, që do ngjalli polemik. Më mirë mos e thot agrëm, po të them unë. Të them të kundërtën. Kur ka ndashur ata ikën për lesh. Vetëm një shembull ke Saliu 97, që organizuan gjithë botën. Po të gjithë Po gjithmonë, kësaj janë bërë zgjedhje. Po ka ndash ta heqin ata Fatos Nanon, o s'ka ndash të rikthej Fatos Nano kryeministër, o s'ka ndash të rikthej Saliu në ngrata tani. Asnjëherë më doli ish ambasadori Hilli, zvënës ambasadori doli Hilli dhe tha ishte një mashtrim, dhe duke që ishte mashtrim i Partisë Demokratike. Asnjëherë s'jam përpjekur ta, por është histori e gjatë kjo. Do thot ai e kanë futur në burg. Jo, ai nuk është. Doli veta, ishte përdor disa herë, tha Hilli. Ai nuk është mashtrim i Partisë Demokratike. Jo, Fatos Nano ka libër të tërë, që quhet Çështja Nano, i cili akuzon Chris Hillin që me thik në dhëmb, si një makartist i denjë, ka shkatruar opozitën dhe liderin. Dhe ne duhet ta marrim të vërtetë që thotë. Jo, për të thënë që nuk e ka thënë PD-ja. Unë po them, nuk po them në atë kohë. Unë po them gjë tjetër, që ka përdor ambasada për politikë. Librin e Rano e di kur e ka shkruar. E ka përdorur. Jo. E di kur e ka shkruar librin Rano. Se po ka rëndësi shumë. Se Nano e ka shkruar librin shumë më vonë, kur ishte hapur kjo dhe e dinin dhe fëmijët e djepit që Chris Hilli ja ka futur Fatos Nanos. Amerikanët ja futun Fatos Nanos. Libri është i 93-shit, po mos hym detaje se janë të parëndësishme. Unë po them, më gjej një politikan që ka thënë është një lëvizje që e mbështet ambasada që ka pas sukses. Adriatik Lapaj nuk la gom panzier nga Bregdeti Sarandës me Juri Kimin. E bëri deti na dhe e çfryu Endri Shabani. Gjithashtu ishte
ka bërë takime me ambasadën. Okej, ky është mendimi tënd, jemi okej, por nuk është tamam kështu. Këtu është bërë ka dash ambasadë amerikane. Më thuaj një lëvizje, po, kur kam bështetur, PD-n ose PS-n. Kjo është... Po pra, PD-n... nuk janë që një gjithë vogël ta bëjnë... Sali Berishës, në një moment ata i kërkuan në 97... Ata nuk ka ku shkonë, më thënë. Të lutem. I kërkuan përsëritjen e zgjedhjeve në 28 zona dhe nuk do ishte zuar edhe me gjithë piramidat ore. Sali Berisha nuk do ishte... Po të kishë përsëritur ato... Edi Ramën, një vit e gjysë para se të vinte në pushtet, e akuzuan te një të vërtet, mor bushat, po gjysëm të vërtet, te gjysëm të vërtet. Se liku gëllonin celule anti-amerikanë. I dashur bushat te një gjysëm të vërtet. Pas një vit e gjysë erdhin pushtet. Pes fjali, po jo për Amerikën, as për ambasadën. E kam për ato gjëra që ndodhin... për akshin, se këtë kemi temë. Se këtu jemi ne. Jo, e kam dhe këte më bërë. E kisha unë dhe këte. Atëherë, po pa tjetër, se pusim dhe cakranin me që priti. Po jo, tani, se përse e ngarkuara me punë e Shtetet Bashkuara në Amerike thret zotin Shehaj, sigurisht që Amerikanët kanë interesat e tyre, ndoshta duan të shikojnë çfarë ndodh dhe shohin dhe vëzhgojnë çdo ditë çfarë ndodh në Shqipëri. Patjetër që zoti Shehaj është këtu dhe mund ta shpjegoj vetë, po mua më shqetësojnë dhe realisht duhet i them me të madhe disa gjëra. Një, çfarë po ndodh në Shqipëri është ndoshta ndër momentet më të errta të vendit. Ne kemi një zëvendës kryeministre sot në akuzat të rënda. Kemi një kryetar bashkie i arrestuar, një ish president i arrestuar, një ish kryeministër në akuzë. Kemi biznesmen që merren peng në mes të ditës. Ish president zoti Meta apo jo? Po. Është në akuzë, apo harrove? Po. Ka dalë nga ekuacioni. Është në burg, është në arrest. Është i arrestuar, po them. Kemi nga ana tjetër, çfarë kemi me këtë analistë tani? Po të lutem se... Po më lër ta mbaroj fjalin. Po pret tjetër është i smurs aty. Shkojmë te zoti Cakrani. Nuk ka interes. Po thuaj pra. Ore pa folur e shketa, njerë që nuk këm... Vazhdoj, Klodi konkludo. Të lutem konkludo. Atëherë çfarë mua më shqetëson edhe që zoti Sheja meqense është këtu dhe ta marrë një këshill nga një njerëz që është jashtë politikës është kjo. Në institucionet shqiptare po bëhet një masakër e vërtet. Ne kemi sot Gardën e Republikës me drejtor të komanduar. Po bëhen 10 tendera pas një lloj kontrolli. Ne kemi tendera të Akshit që janë kontrolluar, janë tendera sekret të bëra nga grupi strukturuar kriminal. Ne kemi autoritetin kombëtar për sigurinë e informacionit klasifikuar që po bën një kërdi në dhënien e certifikatave të sigurisë dhe po djeg zyrtar dhe po bën informacion të ndikuar nga krimi organizuar. Ne kemi grupe kriminale që po marrin dhe po shantazhojnë biznesmen të ndryshëm. Pra kështu e shikoj unë se çka bër Fatos Nano 97 me thënë të drejtë mua sot më intereson më. Mua sot më intereson, a ka një rrugë dalje nga kjo situata skandaloze kur Shqipëria, nga korrupsioni, krimi organizuar, kapja institucioneve, ke dëgjuar ndonjëherë për Aksikun? S'besoj që këtu është folur ndonjëherë për Aksikun, po të them, drejtori i Aksikut ka dyshime të forta të... Se ti thua se folun se dia çfarë është. Autoriteti kombëtar për sigurinë e informacionit klasifikuar, që certifikon Le ta bëjmë një temë tjetër këtë. Le ta mbaroj. Po se jemi... Mi ikën avokatin. A i tha nuk e dim, le ta mbaroj fjalin. A i po ta... Shumë serioze. A i nuk është... Shumë serioze. Në këto orë nuk është serios a i, o zonjë. Ka dyshime të arsyeshme të jetë diktuar emërimi i tij. Dhe sot po nxjerr jashtë loje njerëz të caktuar në sistemin e drejtësisë apo sistemin e policisë, duke firmosur certifikata të sigurisë me të dhëna problematike zoti Rakipi. Po shkatrohen... Jam okej, më nuk po të kundërshtoj asgjë. Po këto janë shqetësime. Po ta bëjmë radhën tjetër. Ta bëjmë radhën tjetër pra. Vetëm dy fjalë agron dhe e mbyllim, se tani ne nuk të morëm ty që u caktove i pari vendit edhe ne thamë ishte një takim. Unë s'tash gjithë. Nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës... Unë ndaj nuk unë dalat të takimi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kështë një natyrë tjetër nuk parathrishin njerëz e kështu për këtë mënyrën që bënin, gjithë bën një veprim me agronin, dhe unë e pyeta tani dhe ka që se cili të mbaj mendimin e vetë. Shumë. Se cili... Shumë. Avokati. Kalojmë te avokati. Avokati, jepi. Zoti avokat. Përshëndetje. A je mirë, se 38 pikca më thanë mua këta të mitë avokati, je me grip. Po me që takon ti se ti takon të gjithë o zotëri, edhe ne këte jashtë, edhe brenda që shkon në përburgje të gjithë, edhe do të kapin gripra, se nuk ke nga të janë bashkë. Tani, Ilir Meta ka dëshmuar sot për 20 janarin,
Me shmarë në pyetje, tani kërkoj vetjet me në pyetje, pse vallë, kjo ide dhe ky zell tani për të thënë, pse, ti si avokat tani, mund në pse donë të Ilir Meta që, pse e beri këtë? Ja po ta shpjegoj pa të rezerva. Në një ditë për e ditës që unë isha me presidentin ambientit dhe paraburgimit, diskutuam për 21 janarin dhe aty lindi si ide që Zoti Meta donte të dëshmonte për sa i përket kësaj ngjarje, duke marrë parasysh faktin që Spaku, pra prokuroria e posaçme, kishte thirrur aty zotin Basha, zotin Berisha, zotin Topi, pra të gjithë personazhet e kohës. Dhe Zoti Meta duke marrë parasysh që ishte Ti nuk po më thonë tani që ai me që se kishin thirrur, do të vinte patjetër. Jo, problemi ishte që ajo protest dhe gjithë ajo rëmuj apo krye ngritje mund ta quajmë nuk bë për shkak të Zotit Meta. Dhe Zoti Meta më autorizoi që unë si drejtohem organit të procedurës, pra prokurorit me një kërkesë, të cilën unë ja paraqita dhe priste që ai të thirrë. Dhe u caktua dita sot në orën 10, pra data 18 ora 10, dhe është paraqitur pranë oficerit të BK-s dhe prokurorit të çështjes. Ai ka dëshmuar aty Ylli për sa i përket shumë ngjarjeve që kanë ndodhur përpara se të vinte 21 janari, sepse ne dhe të gjithë ju jeni marrë vetëm me pjesën fundore atë të vrasjes të 4 qytetarëve, por nuk është marrë askush me çfarë ka ndodhur para datës 21 janar, 20, 19 e kështu me radhë. Para 21 janar ka ndodhur gjëra sa duhesh mo? Jo, fish 10, Zoti Meta dhe më përpara akoma më keq ka ndodhur se këtu gjithmonë gjërat këqija ndodhin. Jo. Zoti Rakibi, shiko, dini që Zoti Meta me njëherë pasi ka dalë video, ai ka dorëzuar mandatin e deputetit dhe ka kërkuar që të hetohej pa mandat. Sepse në atë periudhë ishte mandati i deputetit ishte shumë i rëndësishëm për të nisur procedimin penal. Dhe një javë para protestës të datën 14 janar, ai ka kontaktuar me të ruaj, pra me personazhe të cilët kishin në mbikëqyrje, se jo edhe Amerikanë të shërbimeve të ndryshme, të cilët e kanë këshilluar atë që duhet të jepte dorëheqjen si zëvendës kryeministër, sepse Edi Rama, Partia Socialiste, opozita e kohës në tërësi, ishte në plan të organizonte protesta të dhunshme dhe mund të kishte edhe gjarrderdhje. Dhe nisur nga kjo, aty rekomanduaj që të jepte dorëheqjen. Dhe në datën 14 janar ai ka dhënë dorëheqjen. Pra kjo është ajo kronologjia e ngjarjes. Dhe Zoti Meta ka pasur, sipas informacioneve që ai, pra dëshmi që ka dhënë, por edhe ato që ai ka biseduar me mua, ka informacione dhe ja ka shpjeguar organit të procedurës sot që njerëz të cilët unë nuk jam autorizuar të bëj dhe emrat, por po them si ngjarje, të cilët kishin organizuar protestë të dhunshme dhe do kishte edhe të vrarë, pra do kishte gjarrderdhje. Dhe kjo si shkak sepse opozita e kohës kërkonte një alibi për të patur qoftë edhe heronj aty për të vazhduar kauzën e tyre për të ardhur në pushtet e kësaj radhe. Dhe të gjitha këto informacione Zoti Meta ja ka dërguar me shkrim si drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit dhe padyshim edhe organeve të tjera ligjzbatuese siç janë shërbimi informativ kombëtar e kështu me radhë. Pra, dëshmitë e Zotit Meta për skenarin dhe për regjin dhe për skenarin kanë qenë sot dëshmia që ka dhënë ai për 21 janarin. Padyshim që kjo është një çështje në hetim, emrat ai ka bërë aty kush duhet të thirret dhe personazhet të cilët kanë qenë pro dhunës dhe kanë organizuar edhe grupe kriminale të cilët duhet të kryenin edhe goditje për të shkaktuar edhe viktima, dhe padyshim që Spaku tashmë ka një Çfarë, zoti avokat, çfarë Ilir Meta sot dëshmoi për 21 janarin? Çfarë dëshmoi? Shiko, ai sot ka dëshmuar gjithë skenarin, organizimin, padyshim dhe emrat e personave të cilët Spaku ka interes. Po skenarin e kuq që ati ka disa skenar. Ka skenar të opozitës e Edi Ramës. Një minut, një sekund. Po e që të sjarojmë popullatën se
mbetet popullata e pasqaruar. Shiko. Ka disa skenar. Një skenar është i Edi Ramës, që qoj demonstrues të atje dhe filloi ajo çfarë u bë gjithsej. Pastaj një skenar tjetër mendohet që është ai që u vran njerëzit e gjithë. Çfarë konkretisht ta themi? Shiko, thash, për arsye të hetimit dhe për arsye që emrat ne nuk mund të bëjmë, Zoti Meta ja ka shpjeguar sot oficer prokurorisë së posaçme skenarin dhe personat të cilët kanë patur dhe kanë marrë detyra përkatëse për të kryer qoftë edhe Gjargderdhje Bulevard. Kjo ka qenë e gjithë dëshmia e Zotit Meta. Tashmë, unë nuk mundet të vazhdoj të flas për emra, çfarë emra ka bërë, këtë duhet pyetur kështu me radhë. Por, kjo ka qenë pasqyra, pra gjithë dëshmia e që ai ka dhënë përpara prokurorit. Jo, po aty ka, po emrat janë, jo të lutem, emrat janë të gjithë, avokat, emrat janë të gjithë dekonspiruar, pjesa dërmuese, dhe... Jo, nuk janë të gjithë. Jo, nuk janë të gjithë. Atere thuaj. Jo, nuk janë të gjithë dekonspiruar. Është sekret kjo? Ne kur diskutojmë, shiko, nuk janë të gjithë sepse më thoni mua përveç se ja thin 3-4 persona, kush është firmë tjetër në prokurorinë e posaçme për të dhënë shpjegime? Është Zoti Berisha, Zoti Topi dhe Zoti Basha dhe ish drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit të Kosovës. Më thoni kush është firmë tjetër aty për të dhënë shpjegime me detaje për ngjarjen. Zoti Berisha nuk është thirrur, po do thirren ajo zakonisht. Thirret pjesa avokat. Me sa kuptoj unë, se unë ndoshta nuk kuptoj ore. Aq kuptoj dhe unë, po. Me sa kuptoj, ja djo. Pala që ka vrarë, mo, zotëri Shtir? Zoti Rakipi, shiko. Pala që ka vrarë dhe pala që po sulmonte kanë patur një pakt njëri me tjetrin. Tashmë kjo është vërtetuar dhe kjo dihet. Problemi është ky. Organizimi, si është bërë organizimi i këtyre. Dhe organizimi ka shumë rëndësi që ne të arrim të përfundimi, sepse kur nis një procedim penal, nuk merret prokuroria me pjesë fundore, po merret me shkakun. Pas qaruar shkakun, ajo nuk mund të arrijë tek fajtori. Prokuroria është shkakun. Zoti Meta sot ka shpjeguar dhe prokuroria pa dyshim sot duhet të zgjerojë hetimet që të arrijë ta mbylli këtë telenovel 14-15 vjeçare që ne çdo vit shikojmë që e Lule Bulevard gjën e viktimat bëhet ajo ato lotët e krokodillit e kështu me radhë. Prandaj që Zoti Meta ka orientuar organin e procedurës që të vazhdojë hetimet në një drejtim tjetër nga ajo që ka orientuar, dakord. Kjo është gjithë historia. Këtu e kuptova. Këtë paktin se morëm ndeshte, kush e ka Meta me Rama me Berishën? Se pala që godgjuhet dhe pala që sulmoi. Atë që ka, dëgjoj, ju duhet të kuptoni diçka. Kush janë palat? Keni Zoti Mërtiri, më dëgjoj sekond. Ju duhet të kuptoni dhe keni parë që personazhe të ndryshëm të cilët kanë qenë në grupin, në togën në grupin e zjarrit, sot janë personazhet kryesor të Partisë Socialiste, janë deputet, janë... A ju thoni janë të infiltruar të Ramës në gardë? Jo, kjo nuk ishte rastësishme. Dhe prandaj organi procedurës e heton lidhjet. Si ka funksionuar, shiko. Ne flasim sot për procedurën në optikën e kohës, çfarë ka ndodhur 14 vite më parë. Dhe sepse sot është shumë kollaj që ne ta diskutojmë dhe ta naçkalojmë po deshe, por pse jo të pyeten edhe zonja Ina Rama, pse mos të pyeten edhe dy prokurorët që kanë shkuar në vendngjarje në atë moment. Pra, janë shumë personazhe të cilët nuk janë pyetur që duhet të pyeten. Me një fjali të vetme, do të thonë, ju po thoni që njerëz të Ramës janë infiltruar në gardë dhe kanë vrarë njerëz për llogari të Ramës që t'i ngjetë faj Berishës. Kjo është akuza. Unë nuk e thash ashtu, atë do ta zbuloj prokuroria. Po mundon ta kuptoj. Këto janë dëshmit do merrem dhe do ballafaqohem me çfarë ka ndodhur me rrethanat e faktit. Po gjithsesi ju dyshoni për këtë. Disku do të ballafaqohet me rrethanën. Dhe nëse ato do përputhen, atëherë padyshim që ndërtohet impianti akuzator. Dhe kështu që Zoti Meta, duke marrë parasysh të gjitha këtu, padyshim ka dhënë edhe informacione të tjera që mundet shiko. Kjo është skema për cilën dyshoni juve. Kjo domethënë kjo për cilën shiko. Jo, Zoti Meta ka dhënë edhe informacione që prokuroria mundet
janë të klasifikuara që e ka tagrin që ti marrë, ti hy, ti kontrolloj, ti shikoj dhe të bëj dhe ajo lidhjet e saj. Prandaj thash që sot kemi një pasqyrë ndryshe të situatës dhe kemi pse jo edhe shtrirjen e timeve dhe në një pista të tjera për të cilët të zbardhet e gjitha ajo dinamik, gjitha ajo ngjarje. Okej. Pra, atëre dakord, i orientoj se si, dhe me thënë një kënd, ndoshta një kënd tjetër kështu gjëra konkrete, për të uajt, çfarë tha aty? Shiko, shërbimet e uaja, jo ambasadat, ambasada e ka zakon që flet para çdo proteste, por shërbimet e uaja kanë qenë në dieni të plot, madje edhe zoti Meta ka patur informacion nga ta vetë, personalisht, që do ketë, që protesta e opozitës së kohës do jetë e dhushme sepse dhe do jetë në formën e kryengritjes armatosur. Dhe kjo ka qenë ajo që zoti Meta i ka shkruar drejtorit të përgjithshëm policisë, edhe natyrisht pastaj dhe shërbimet kanë bërë punën e tyre në bashkëpunim me shërbimet shqiptare, për të cilët pastaj më pas ne dim çfarë ka ndodhur. Dhe kështu që këto janë informacione të cilët gjenden në atje ku duhet të gjenden dhe spaku mund të hyjë, ti marr, ti verifikoj edhe kështu pastaj të bëjë edhe ballafaqimin me çfarë ka ndodhur në terren. Agron mos kemi pyetje ti ja. Ja. Lidhur Në me. vërtetën nuk e ndoqa. Jo. Se është një çështje. Avokat, Shiko, nuk e ndoqa sepse fatkeqësisht ajo është një dramë. Një sejonar, një dramë, thoj, po, e kanë mbyllur sipas shefit vetë të Po gjithë. kanë sa vajtën 15 Vite të tëra, 15 vite, si 15, po 15 vjet. 15 vjet. bëhen një Dhe sinjal. është nuk marrin vesh Që dhe si tallje është kjo. Dhe sa më shumë vazhdojnë, aq më shumë mua tallje më duket fatkeqësisht. Ajo është e marrë vesh. Por prap shpresa duhet të fund. Shpresa Avokat, e fundit, kështu që urojmë që unë të falenderoj japim shumë zgjidhje. për ndihmën që na dhe mbrëmjen e sotme, sidomos tani në fund dhe sidomos për gjithë. Faleminderit Ylli, përshëndetje. Ne jemi gjithë. Faleminderit dhe do të jemi bashkë për probleme tjera të rëndësishme. Faleminderit, natën e mirë. Unë them që problemet dolën tani. Pushat përgjithshme duket pozitive. Kohën e para, kohën e diktaturës, do t'ja vron kur vinte i deleguari në për mbledhjet e Frontit Demokratik. Për shembull, ne vetëm në Front Demokratik ishim drejt të shkonim. Në këtë organizatat e tjera nuk na pranonin, se organizatat e tjera i kishte kryer. I kishte të gjitha organizatat. Edhe në fund thosh ai problemet dolën. Nëse nuk ne jam shumë i ri, Fronti Demokratik ishte Fronti Demokratik ishin të gjithë, na pranonin. Ishte organizata. Kush përjashtoi nga fronti ishte i zi ster në biografi. Ishte fare Populli ishte ster i zi. Poshtë Fronti Demokratik ishte Të gjithë ishim në front. Po, biografia pastaj varej. Front të pranonte në Frontin Demokratik, organizata e Frontit Demokratik pranon të gjithë. Dhe tani në fund i deleguari, që vinte nga qendra, thoshte problemet dolën e përgjithshme është pozitive. Dhe mbaronte mbledhja. Dhe kështu tani nderuar të shikues, besoj që një pjesë e problemeve dolën. Se unë s'jam më i ri dhe nuk e kam përjetuar, nuk e njoh Frontin Demokratik. Imagjino ata që Po janë... do t'i lexosh to Agron të marrësh... Jo e ka për publikun tonë, jo për vetë. Pa dhe publiku duhet ta kuptoj që Fronti Demokratik ka qenë organizata më masive në kohën e regjimit. Ai është demokratike. A jemi regjim, thotë. A jemi regjim, thotë. Ati për këti regjimi tani ne. Po Fronti Demokratik është tani. Po, një... Nderuar të shikues, faleminderit shumë. Nderuar të shikues, faleminderit nëse na ndoqët mbrëmjen e sotme. Të gjithë çka punuan me mua, përveç edhe jo vetëm të ftuarit, po edhe operatorët e të gjithë keni falënderime shumë të mëdha. Po afron dhe viti i ri e këto Krishtlindjet e gjitha dhe përgatituni të festoni, do kemi edhe 1-2 emisione të tjera dhe do të kalojmë dhe ne për vitin e ri. Parlamenti iku që tani, iku sot dhe do të mblidhet Jo ka neze prapë. bërtiti fort. Është vetëm ai komisioni. Këtë një seancë të jashtëzakonshme për Ballu. Nuk ke. tani. Po do më djesh mua se unë jam gazetar. Nuk ke. Po nuk ke pra. Thjesht për të Atëherë, nuk ke. për kujtesë. Zoti Agron, nuk ke. Sali Berishës joqen mandat, joqen imunitetin në 8 ditë. Erdhi kërkesa, brenda 8 ditëve mori vendim Po pra, s'kishte në seancë. Këtu po flitet për muaj, sepse qartësisht kanë interes. Po pushtetin, Sali Gjojgjën se s'kishte pushtetin. Po t'kishte pushtetin, nuk e ishte kur. Faleminderit shumë, natën e mirë. S'do kërkoj.
Javën e ardhshme tani takojmë.